Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekja e njohur do ju bë fasoj. Ky gabim që bëni me fasulet mund t'ju kushtojë jetën. Edhe pse të favorshme, të lehta për të përgatitur dhe ofrojnë shumë përfitime shëndetësore, fasulet gjithashtu mund të shkaktojnë edhe probleme të ndryshme me shëndetin. Ndaj në këtë video do të paraqesim arsyet pse duhet të tregojeni të kujdesshëm me përgatitjen e tyre. Fasulet përmbajnë aminoacide që janë bloqe ndërtuese të proteinës në trup që përdoren për të shëruar dhe krijuar rindet e reja, si kockat, muskujt, flokët, lëkura dhe gjaku. Ka shumë lloje të fasuleve, si fasulet e bardha të zeza, të kuqërremta, të kuqe, me ngjyra lara të ndryshme, me forma dhe mënyra të ndryshme të gatimit, qoftë të përpunuara, të thata, turshi ose të konservuara. E ndërsa shumica e njerëzve lavdërojnë, ka disa gjëra që nuk i dini për konsumin e fasuleve. Veganët dhe vegetarianët shpesh mbështeten te fasulet e zeza, thjerrza dhe lloje të tjera të bishtajave si burimi kryesor i proteinave. Megjithatë, dietistët si paleo dhe keto i shmangin plotësisht fasulet sepse ato përmbajnë përbërës të diskutueshëm të quajtur lektina. Ka edhe lloje të ndryshme të fasuleve, ndërsa qiqrat ose fasulet, garbanzo, fasulet e marinarëve dhe shumë të tjera janë një burim i mirë i vitaminës B, shumica amerikanëve konsumojnë fasule të konservuara, plot me aditiv dhe pa lëndë ushqyese të dobishme, citon Katie Wells. Por cilat janë përfitimet shëndetësore të fasuleve? Shumë lëndë ushqyese janë të mbushura në këtë kokër modeste, prandaj fasulet nuk janë të pasura vetëm me fiber dietike. Janë një burim i madh i proteinës dhe përmbajnë vitamina si folati dhe hekuri. Gjithashtu zakonisht sjellin pak yndyrë dhe përmbajnë pak kalori, duke bërë atë një prej përbërësve kryesor të dietës mesdhetare dhe një dietë të bazuar në karbohidrate. Për më tepër fasulet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Një studim zbuloi se fasulet pinto në veçantë ndihmojnë uljen e niveleve të kolesterolit, duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjeve në zemër. Një studim tjetër zbuloi se konsumi i fasuleve të pjekura ndihmon në reduktimin e faktorëve të rrezikut për diabetin e tipit 2, ndërsa studimet zbulojnë se ngrënia e fasuleve mund të ndikojë në reduktimin e inflamacionit të zorrës së trashë. Nëse po përpiqeni të humbisni në peshë, lajmi i mirë është se një studim tjetër zbuloi se konsumi i fasuleve lidhet edhe me perimetrin më të ulët të belit, peshën më të ulët trupore, madje edhe presion më të ulët të gjakut, citon WebMed. Por, para se t'i përfshini ato pothuajse në çdo vak tuaj, duhet të dini edhe anën tjetër të medaljes. A mund të jenë fasule të pashëndetshme? Problemi më i madh me fasulet është se ato përmbajnë lektinë, të cilat janë të pranishme në sasi të mëdha dhe të drithrat. Lektinat kryesisht veprojnë si gjembat në shkurret e trëndafilit, një masë mbrojtëse për bimën. Sigurisht, ato nuk e dëmtojnë lëkurën tuaj si gjembat, por mund të stimulojnë sistemin tretës. Stephen Gundry, një kirurg i njohur dhe autori The Planned Paradox of Wellness Mom, shpjegoi në këtë mënyrë. Lektinat janë një problem ngjitës bimor, me bimët që i dizenojnë ato si një mekanizëm mbrojtës kundër konsumit. Kjo bimë nuk dëshiron të konsumohet, kështu që një mënyrë që mund të luftojë njerëzit ose kafshët e tjera duke i ngrënë ato është prodhimi i të përmendurit lektin, të cilat pëlqejnë të lidhen me disa molekula të sheqerit në të. Tani, këto molekula sheqeri më pas shkojnë në muret tona gastrointestinale, në enën e gjakut dhe në kyçet tona dhe vendosen atje. Pasi të ketë mjaft prej tyre, ato mund të shkaktojnë thyerje të barrierës. Ato janë gjithashtu një shkaktar kryesor i artritit, sëmundjeve të zemrës dhe sëmundjeve autoimune, citon Stephen Gundry. Kjo është një arsye pse drithrat, fasulet dhe ushqimet e tjera që përmbajnë lektin nuk duhet të konsumohen të gjalla. Në fakt, gëlltitja e disa copsave të pagatuara fasule mund të shkaktojë të vjella dhe probleme me tretjen. Një problem tjetër me lektinën është se ato mund të kontribuojnë në obezitet dhe në diabet. Por si të reduktoni lektinën nga fasulet dhe nga drithrat? Fermentimi, njomja dhe gatimi në një tenxhere me presion janë mënyrat më të dobishme në reduktimin e lektinës, por mbani në mend se asnjë nga këto metoda nuk do të heqë plotësisht lektinën.
Por si të njohim fasulet? Mënyra më e lehtë të përtequr lektinën para gatimit është të njohni fasulet e thata, pra të qëndrojnë në ujë gjatë gjithë natës. Për rezultate më të mira, mbulojini fasulet plotësisht me ujë të ftohtë dhe shtoni pak sodë buke për të neutralizuar më tej lektinën. Meqense lektina do të lëshohet në ujë, përpiquni të ndryshoni tretësirën e ujit të paktën 1 herë ose 2 herë. Por si të fermentoni fasulet për të larguar lektinën? Filloni duke i shplarë dhe lagur dhe më pas i vendosni të zjejnë për të paktën 1 orë. Më pas shtoni erëzat si hudhra, piperi dhe kripa edhe disa nga kulturat të ndryshme siç mund t'jenë edhe kosi për të shoqëruar fasulen. I vendosni ato në kavanos ose edhe në tenxhere me presion. Kështu do të keni një gatim më të mirë të tyre dhe do të evitoni lektinën, e cila është shkaktari kryesor i problemeve të fryrjes dhe problemeve që shkaktojnë ato në tretje. Fasulja është ndër ushqimet më të dobishme dhe një burim i proteinës dhe një ushqim i cili mund t'i japë shumë gatimeve tuaja të përditshme. Nutricionistët theksojnë se fasulet janë një ushqim kalorik dhe teto në 100 gram fasule do të gjeni mbi 300 kalori. Janë një burim i rëndësishëm i materieve ushqyese biologjike, prandaj mesatarisht 100 gram fasule përmbajnë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyrë, 4 gram fiber, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Përmbajnë gjithashtu proteina të sasive të bimëve të tjera, veçanërisht një filxhan me fasule ofron 1/4 e proteinës për të cilat ka nevojë trupi çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën, si vitamina B, hekur dhe kalcium. Ato ashtu konsiderohen si një pastrues natyral sepse kalojnë në përzor dhe kanë aftësinë të eliminojnë kolesterolin. Ushqimi i një diete të lartë me fasule mund të jetë në gjendje të ndihmojë në uljen e problemeve të radikaleve të lira. Fasulet kanë një përqendrim të lartë të numrit të kimikateve që janë të njohura në luftën kundër radikaleve të lira, siç mund të përfshihet fitosterolet dhe izoflavonet. Fasulet do të ndihmojnë që të ndjeheni më të ngopur dhe të reduktoni konsumin e kalorive boshe. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen një punë të madhe te fibrat. Fibra është një element i rëndësishëm për humbjen e peshës pasi që zgjat procesin e tretjes. Kjo ndihmon që personi të ndihet më i ngopur dhe të mos konsumojë kalori boshe. Fasulet ndihmojnë edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Fasulet mund të përshkruhen si një ushqim i preferuar i diabetikëve. Për shkak të kombinimit të tyre unike të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulet lirojnë glukozën ngadalë duke bërë më të lehtë trupin e një diabetiku për të rregulluar këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule mund të ndihmojë diabetikët, sidomos kur krahasohet me nxitimin e papritur të sheqerit në gjak. Fasulet janë një ndihmë shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga problemet e kolesterolit. Përveç se të qenë një burim i madh i proteinës, fasulet janë të njohura mirë për përmbajtjen e lartë të vetive për shëndetin e mirë të fibrave. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre për të siguruar një shëndet të mirë të zorëve. Një dietë e lartë me fasule ndihmon në korrigjimin e këtij problemi. Përveç kësaj, fasulet janë vendimtare në nivelin e kolesterolit. Ullumtimet kanë zbuluar që 1/2 e pjesës së fasules ofron rreth 10 gram fiber, që është e njëjta shumë që ka treguar për uljen e niveleve të kolesterolit për rreth 10%, citon The Health Site. Përveç kësaj, fasulet janë gjithashtu të pasura me fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura dhe për uljen e kolesterolit. Mënyra më e mirë për t'i gatuar fasulet dhe për të mos shkaktuar fryrje të stomakut është që t'i vendosni në ujë dhe ta ndroni atë të paktën 1 herë ose 2 herë. Gatimi i fasuleve me tenxhere me presion do t'jap gjithashtu edhe rezultate të shumë pritura për shëndetin tuaj tretës, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.